faktin rreth organizimeve dhe investimeve që duhet ndodhin në kryeqytet për të mundësuar lojrat olimpike, dhe kjo besoj që është edhe kauza mbi cilën e ka shtyr Kurti drejt kandidaturës në Prishtinë. Bek Berisha që do t'jetë një freski definitivisht gjatë fushatës elektorale, dhe një profil shumë interesant që është Besa Shahini, një super eksperte prishtinase, një vajzë nga Prishtina me shumë background profesional, që natyrisht do të jap shumë pesh garës. Kaq sa i përket garës për kryeqytet në komentimin tim të Blerimit edhe të Shalës fare shkurt. Lima i tha që jam i shqetësuar për sigurinë nacionale, ka hapësirë për këtë, po jo, me nga një koment për mbyllës. Shala fillimisht. Lima i kur thot jam i shqetësuar për sigurinë nacionale, do të më kallëzu për çka, nëse ka në informacion për cilën çka ku është problemi, se me thonë një politikan, një deputet, një personalitet si Lima, i cili ka informacione, nuk them që s'ka informacione, me thonë i gjatë tilla, i sigurisht që është i shqetëson edhe qytetarët, ai duhet me kallëzu pse është i shqetësuar për sigurinë e vendit. Nëse po them që situata është mirë ose çfarë dione, për shkak se jemi me një botë trazume ku mos po dihet çfarë po ndodh, po spaku do të me kallëzu pse është i shqetësuar në këtë pikë. Mendoj që kanjëherë nuk është mirë edhe këta politikanë, deputet, më shumë ndoshta ka për zhvendosje vëmendjes pe këtyre pyetjeve dhe presionit të medjave sesa që ka diçka të vërtetë në këtë pune. Dashi? Pajtohem me komentin para prak të zotit Shala. Nuk kam çka shtoj, do të thotë është plotësisht me pavend me ndërtu tema kauza sepse zoti